Të nderuar shikues, përshëndetje. Sot ndodhemi në ambientin e bukur të Vitojës. Kemi kënaqësinë të realizojmë një bisedë me një emër të njohur të muzikës shqiptare, artistin Malsor Prenkoçaj. Një këngëtar që prej vitësh është pranë publikut, me këngë të dashura. Atmosferë të bukur në skenë, si dhe performanca të shumta në dazma e mbrëmje familjare. Së fundmi, ai ka ardhur edhe me projektin më të ri muzikor Syni i Zi. Sot do të flasim për rrugtimin e tij, suksesin, jetën artistike dhe planet në vazhdim. Malsor, faleminderit shumë që keni pranuar ftesën e televizionit të BOE dhe na jeni bashkëngjitur sot këtu në Vitoj. Përshëndetje, mirë se jeni në Malsi. Faleminderit, mirë se gjeta, është kënaqësi e jam me kënd mysafir dhe yti, po sidomos i të BOE-nit. Atëherë prej shumë vitesh jeni pjesë të skenës muzikore. Si do ta përshkruani rrugtimin tuaj artistik deri më sot? Po rrugtimi ka qenë goxha interesant kështu prej një dëshires madhe për me knue dhe me interpretua muzikën tonë shqiptare, qysh si fëmijë kështu, që kalu në disa etapa, në disa faza kështu mas pari të krijimit si këngëtar, edhe si instrumentist, me thonë ashtu në disa vegla popullore tona, deri tek incizimi i këngës të parë në karrierën time, gjitha kanë qenë ashtu interesante, se cila periudhë deri tash e karrierës sime. Mas andej deri tek incizimi i albumit të parë, videoklipeve të para, edhe kështu me radhë, sukseseve të para, edhe gjitha ashtu janë një gërshetim i disa gjanave të domosdoshme në për të cilat është dasht me kalua, por në njëjtën kohë kanë qenë goxha interesante edhe sfiduese për mua. Kështu që besoj ju ka ndihmuar e gjitha kjo, e gjithë ky rrugtim ju ka ndihmuar në ata se çfarë jeni sot, në ata se çfarë ju jeni formuar apo jo. Po, patjetër. Natyrisht, se cila përvojë edhe ajo më e vogla, disi është mirë se ardhun në një profesion, sidomos në këtë profesion që me sa mendoj unë, sa jemi gjallë dhe sa krijojmë, mësojmë hala më shumë. Publiku ju njeh dhe ju vlerëson prej kohësh. Si ndiheni ju kur e shihni që vazhdoni të jeni kaq i dashur për publikun? Po, këtë fjalë është me vërtet kënaqësi e madhe me i dëgjua, sidomos edhe nga brezat e ri, sepse ne në muzikën përgjithësi mundohemi, pavarësisht që unë i takoj një zhanrit folk muzikës shqiptare, gjithë mundohemi që me kënë prezent dhe me kënë aktual në çdo periudhë. Edhe nëse vjen koha, edhe ne artistë o këngëtarët në përgjithësi i bëjmë ndoshta do vjetë edhe në karrierë dhe në jetën e përditshme, gjithata qëllimi jonë është që rinia me dasht muzikën tonë, krijimtarinë tonë dhe këto. Kur e sheh sidomos reagimin e tyne për të mirë, në çdo krijimtari të re, është me të vërtet kënaqësi e madhe. E lema natyrisht që unë nuk interpretoj vetëm për një moshë të caktuar, po mundësisht për gjitha shtresat e moshës edhe reagimi i tyne për të mirë, natyrisht mua më bën mjep kurajo hala më shumë për me vazhdua me kriju kështu me radhë. Po, mirë, dim se rënjet i keni nga Malsia, ndërsa prej vitesh veproni edhe në Kosovë. Sa ka ndikuar kjo në karrierën tuaj? Në fakt, unë rënjet edhe gjithçka i kam nga Malsia. Unë Malsorën ndihem gjithmonë që gjatë jetës ime për këto vjetë që i kam ba tonë jetën teme jam ndije edhe jam malsor natyrisht. Mirë po, sfidat e jetës, gjanat e ndryshme kanë ba punën e tyne që unë që disa vite, në fakt që 25 vite nuk jetoj në Malsi, s'kam jetu as për para, se unë jam lindë rritën në Podgoricë në fakt, po prindrit i kam prej Malsijet dhe natyrisht që jam malsor vetë. Prindrit me janë lindën 32, edhe baba edhe nana, po ne si familje shumë herët, bile babaj si fmi, është përngull në Podgoricë, gjyshin fakt, edhe babaj është rritë në Podgoricë, po jemi ruajt shumë aty si shqiptar, si malsor, lidhjet tona të mëdha me familjar tonë, me daja tonë, me fare fisin tonë që kemi në Malsi edhe ne jemi duk natyrisht sikur me pas lindë rritën këtë vend shejt, që unë duhem mas shumë të prej kretë trojeve shqiptare. Por, mas përfundimit shkollës mesme, disa vite, në fakt,
mas disa viteve pauzë prej shkollës mesme. Ishte dëshira eme me studio në universitetet tona shqiptare. Edhe unë e zgjodha Prishtinën, sepse kogja shumë malësorë tonë kanë studio në Prishtinë, kanë kryer shkollat edhe të mesme edhe disa edhe të mesmet, po natyrisht mas shumë të studimet atje, edhe unë i kam dëgjuar si fëmijë tonë të mirat që i flasin për atë vend, për atë mikpritjen e madhe që ka Kosova, sidomos për shqiptarët e Malësisë. Edhe mua më çoi jeta atje, pa asnjë plan për me jetuar në Prishtinë, por edhe më lidh shumë edhe me profesionin tim si këngëtar, gjitha këto kaluan vite edhe tashmë po shihet se unë jetoj në Prishtinë. Mirë, po si artist, ndiheni si artist i Malësisë, i Kosovës, apo i gjithë shqiptare ku të qëndodhe? Unë jam artist i Malësisë, nuk ka diskutim mirë, po nuk e kam kufizuar vetin kur. Mas parit as në mendje, pas në krijimtarinë time, shihet krijimtaria ime që nuk është e përkufizuar vetëm për një rajon caktuar tonë shqiptar. Gjithmonë e kam ndije vetin si këngëtar mbar kombëtar, edhe mendoj se edhe i tillë jam, edhe nga krijimtaria, po edhe nga karakteri im si reflektojnë përgjithësi si krijues i muzikës sonë shqiptare. Kjo është më rëndësishme. Të jesh prej një vendit caktuar, prej një vendit që t'jep shumë vlera, siç është Malësia, është krenari shumë e madhe, se Malësia na reflekton me tona gjanat e bukura edhe epike, edhe ato njerëzore, kombëtare, gjitha si rrallë ndonjë rajon tjetër shqiptar, gjitha ato që i kemi që na ka, ta them ashtu, pajis, ose na ka kriju Malësia si shqiptar të këne anëve, ato i reflekton profesionin, në profesionin e caktuar, tek unë janë lidhë shumë gusht me këngën, me interpretimin e këngës shqipe, edhe këta më ka ba me ndije edhe vetin kështu mbar kombëtar, po sidomos si këngëtar edhe krijues mbar kombëtar. Ashtu ndihem gjithmonë, edhe është me të vërtet një krenari e madhe për mua. Dhe kjo është më rëndësishme, besoj, në gjithë këtë rrugtim. Po, do të ndalim pak sa tek projekti juaj i ri Syni i zi. Mund të mësojmë pak më shumë se si lindi ideja e kësaj këngë? Po, në fakt, para programeve festive të fund vitit, unë e mora si këngë, edhe pse atëherë kisha të realizume për programet fund vitit një potpuri me këngë popullore, me kolegen time të nderuar dhe dashur Liria Dëdvuka, e cila është po ashtu nga Malësia, kishte vite, dekada, në fakt, më se 2 dekada që s'kishim bashkëpunua, ne kishim në fillim të karrierës sime me një duet në albumin tim të dytë, me Lirinë, që nga ajo kohë kështu një bashkëpunim profesional nuk e kemi pas. Por e ka bërë edhe largësia të veten, po me gjitha ta u realizua një bashkëpunim të përgëzuar 2026, ishte një potpuri shumë me suksesshme, u prit shumë mirë. Në atë periudhe kam marrë si ofertë këtë këngën time Syni i zi, cilën realizoha disa muaj më vonë. Kënga Syni i zi është një balad popullore, folk balad, në fakt, edhe e kishte një motiv jashtëzakonisht bukur, një motiv dashnis, një dashnis së humbur, mirë po me ato fjalë, ai teksti aq i bukur i thurur, me ato fjalë të bukura të dhimbshme, që çdo njeri që ka ndjenja dashnie ta pak i ndjen pak a shumë ato, edhe melodinë e kishte shumë të bukur, shumë të kapshme, shumë edhe profesionale ashtu të krijuar prej Ilirit, Ilir Beranit me tekst e muzikë, cili është një krijues jashtëzakonisht i madh. Unë në fakt më se 90% e krijimtarisë ime i kam nga ai. Mas andej realizuam dal ka dal, nuk kishte nevoja me ungut, po e realizuam ashtu kogja me një përkushtim të madh dhe e krijuam edhe orkestrimin, e realizuam studio. I përdorëm kështu kogja do instrumente tona që i përdorim folk muzik, me klarinete, me gjana, edhe duel shumë e bukur. Mas andej edhe videoklipin e realizova këtu kisha shumë dëshirë me prek ato pjesë të Tivarit, paka shumë të harruame prej gati ato shqiptarisë, edhe po është ai Tivari i vjetër. Tivari dihet se është qyteti ynë i shqiptar, i cili ka rënë në Malëzi para lidhjes Prizrenit, edhe disi kogja e ka historinë e dhimbshme gjatë kretë periudhës së rënjes nën Malëzi edhe Knej, e kisha shumë dëshirë me realizua atje. Lema që ai qyteti i vjetër i Tivarit është
një gërshetim i kulturave, filluar prej kulturës i lire e këndej që ishte shumë i bukur, edhe u realizua u bë një videoklip shumë i mirë. Xhirimet i realizoi Vinku Prenkoçaj, vllau jam, por mas andej këto montazhin e postproduksionin i kemi përfunduar në Prishtinë dhe doli një projekt kogja i mirë, kogja u prit mirë. Është hala heret me fol për sukseset e tij, po që në tri javshin e parë kogja u tregoi sukses shumë. Po frymëzimi ishte nga një imagjinatë artistike apo nga diçka reale? Nuk kishte të bëjnë me gjëra reale lidhur me mua, edhe pavarësisht pse menohet se çdo këngë cilët ne këngëtarët e interpretojmë ka të bëjë me neve, me jetën tonë personale, po nuk është me dojë mos ashtu. Po unë e mora ashtu si ofertë, si këngë edhe mua më pëlqej shumë, edhe është edhe një këngë bashkore, një motiv, një qasje në fakt e një tematike të caktuar bashkohore. Se është shumë me rëndësi me punua këngë, cilat tregojnë edhe gjona aktuale, por edhe cilave u qasemi temave të se cilave u qasemi me një ta thuash ashtu me shprehje aktuale që përdoren ndoshta sot në këto troje tona në rinin tonë. E dini se rinia jonë edhe tritë tonë lëvizin, evolojnë shumë shpejt, janë në hapë me botën, civilizuese dhe natyrisht duhet me ditë si me i prek edhe si me i prek zemrat e tyne, po edhe fjalorin e tyne, natyrisht që është shumë modern, edhe unë e mendoj që u realizua është një këngë kogja moderne edhe u prit kogja mirë. Kështu që mendoni se është një projekt ndryshëm nga projektet e kaluara? A dinë si, ne këngëtarët gjithmonë tentojmë me bë diçka ndryshe nga projektet e kaluara. Për shembull, kur e kisha këngën Kthehuni, që u bën që 23-4 vite prej saj, shumë më thonin mas andej, pse s'po e realizon edhe një këngë si Kthehuni? Po s'mune me realizua, as nuk dua me realizua si Kthehuni, sepse ajo ishte shumë e veçantë. E tash ti me ra në hijen e një këngës, krijimtaria ime ose në hijen e disa këngëve nuk është mirë. Është mirë me hulumtua gjona të reja, motive të reja, cilat do të dallojnë prej gjitha pothuajse gjithë krijimtarisë ime deri tanishme. Kur unë mendoj se është më ndryshe edhe kjo prej krijimtarisë seme, gjithë një tentojmë për me kënë më ndryshe, po me gjitha ta përfundimin edhe vullën përfundimtare ja jep dëgjuesi ose popullin përgjithësi. Qartë. Përveç projekteve muzikore, ashtu si që përmenda edhe në prezantim, jeni shumë aktive edhe në dazma dhe tubime familjare. Sa e rëndësishme është kjo pjesë e punës për ju? E dinë si kur ne këngëtarë që interpretojmë folk muzik, është shumë me rëndësi me kanë shumë afër popullit. Nuk jemi për shembull për aty në këngëtarëve që qëndrojnë kështu kogja, e kanë një largësi, ta thuash, nga populli edhe largësi fizike, por ne këngëtarët e folk muzikës e kemi domosdoshëm komunikimin disi me popullin përgjithësi, edhe nga skena po ashtu. Bile, kom interpretu edhe performua në skena, po flas skena tipike, ku ishin kogja largë kështu nga publiku. Edhe më duke se jam shumë largë prej tyne edhe nuk kam mundësi me komunikua prej tyne, kur je afër tyne, kur është skena për shembull afër, është shumë më mirë edhe për mua si interpretues, si këngëtar, sepse është një farë komunikimit me popullin cilën ti e ndjen, edhe din momentin çka për shembull kërkon edhe atmosfera aty aktuale që është. Kështu që të jesh në dazma, të jesh në gëzime familjare, edhe ahengje familjare në përgjithësi, është një kënaqësi me të vërtet shumë e madhe. Sidomos kur reflekton edhe tradit, edhe këto disi lidhen shumë me popullin ton, edhe me traditën ton, edhe për mua janë shumë të rëndësishme. Ku ka më mirë se të jesh pjesë e një familjes kur në ato gëzimet e tyne familjare, kjo vë dazma, kjo vë ditëlindje, çapo diun ndonjë gazmen tyne edhe është me të vërtet kënaqësi shumë e madhe. Por si do i krahasonit ato të Malësisë dhe të Kosovës, ato traditat, ato cilat të them janë me të veçanta, e di përgjigjen, por çfarë do na thoni për krahasimin e tyre?
Po tashmë në përgjithësi janë thyë këto farë tabut, si me thonë, ose ndoshta edhe ato dallimet e vogla që ka pas rajoni me rajon, sepse shqyqyr Zotit u thyen edhe këto kufi që kanë qenë vendosura pa drejtësisht mes ne shqiptarve, edhe pavarësisht se cili rajon i shqiptari ka veçoritë e veta. Edhe në melos, edhe në tradit, qoftë dasëm apo çfarëdo evenimenti që është, janë specifikat që shqyqyr që janë, sepse ato i bajnë gjanat ma interesante në përgjithësi, sidomos në art. Po sot dasmat gati, po thuaj se në trojë shqiptare, gati janë bashku edhe paka shumë në 90% janë të gjanave që bëhen, nuk është që janë ashtu të njëjta, më duke disi keq me përdor këtë fjalë, por paka shumë aty janë gjitha, adin. Edhe këngët edhe interpretimi i këngëve edhe ai repertuari i këngëve cilin e interpretojmë në ato është pak a shumë ai. Atin janë bashku Jugveri, Kosovë, Malsi, këto edhe nuk është ma për shembull një këngë ta thuash e çudmulës, po bie fjala, nuk është një këngë veç rajonale ose lokale që e kemi kënduar më shumë Knejka, Malsia ose në përgjithësi trojë shqiptare që janë nën Malzi ose veriore, këtu që lidhen me ne Malsin shumë, po ato e këndon e interpreton çdo trull shqiptar sot që është kënaqësi shumë e madhe. Mirë po është ta kisha thënë 10% që është shumë i veçantë që dasmat në Malsi dallojnë prej trojëve shqiptare për të mirë. Absolutisht për të mirë. Unë nuk jam lokalist, as kur s'kam qenë, se shihet edhe nga krijimtaria ime, edhe karakteri im, mirë po jam në kuptimin e fjalës kur reflekton për të mirë pozitivisht edhe kur ai lokalizmi i mirë, ta që është pozitiv, është për me reflektuar gjona të mira që t'i jep ky rajon. Edhe malsorët, në përgjithësi edhe Malsia, e kanë pas edhe gjatë historisë son kombëtare një farë krenarie shumë të madhe, sepse dorën zemre kanë merituar, që nga lidhja e Prizrenit edhe para lidhjes Prizrenit, nuk është e rastishme që lidhjen e Prizrenit me 1878, mas shumë t'i delegat ka pas Malsia mbi Shkodrës. Nuk është krejt e rastishme kjo. Edhe kjo krenari, ai përkushtimi i madh për kombë, për liri kombëtare, për bashkim kombëtar, është reflektuar në një krenari, cilin na e ka dhënë ky vend i shejt, edhe të cilën ne duhet të përçojmë çdo herë natyrisht për të mirë dhe të qasemi trojëve tjera tona shqiptare për të mirë. Kështu është edhe ndasma tona. Din është shumë interesante ajo krenaria e malsorit, është disi e papërshkrueshme. Edhe unë kur kënoj këtu për zotën në sentrojët të tjera shqiptare, ndihem 99% i lirë, këtu ndihem 100% i lirë me gjithë shka. Sa po doja t'ju pyesja edhe se çfarë dallon një dasmë të mirë, do të thotë nga këndvështrimi juaj artistik, apo do ishte kjo që sapo e thatë? Po, paka shumë këto që i thash mirë, po janë do specifika që e dini Malsia është një rajon epik në përgjithësi. E them epik sepse ne pavarësisht që e jetojmë jetën moderne dhe mundohemi të jemi në hap me kohën edhe rinia jonë edhe gjithë, po janë dhe gjona dhe vjetra epike që trashëgohen brez mas brezit. Pavarësisht nëse prindrit tonë na flasin, pse na flasin për ato, edhe na rrisin me këto gjona, po pavarësisht edhe nëse nuk na flasin edhe nuk na rrisin me ato gjona epike, me ato krenarit tona, me Dëqiqin, me Dëgjën Lulin, me Çundmulën, Bacakurtin. Këto i mora si shembull konkret, ne këto i trashëgojmë edhe pa vetdije, sepse vendi është i tillë. Është ai, nuk është rastisht pse një Homer shqiptar atë Gjergjfishta në veprën më epike që ka shqiptaria Lahuta e Malsisë, flitet një pjesë e madhe, një përqindja më e madhe e veprës flitet për këto rajone, për gjona epike që ka ndodhin këto. Neve ato na lindin këtu. Dhe nësa lindin një fëmijë këtu prej Malsijet, lindin ato gjonat epike. Krejt varet se si kemi me reflektuar gjatë jetës sonë. Të dikush ka me u reflektuar të bukuria, si që kemi bukuroshe tona, është e mine Çundmula, e këto e njoftu në botë, të dikush reflektohet në artë, të dikush në burni, në mikpritje, në shkollë, në shkencë, edhe këto i trashëgojmë është gjenetika në pyetje. Gjenetika në gërshëtim me ato që i kemi trashëguar, ato gjonat bukura që na i ka dhënë Malsia. Edhe këto vrehen edhe në dasmat tona. Pavarësisht që dasmat për shembull
këtu të nën Malësi, natyrisht që ka influencë nga diaspora jonë, sidomos nga ajo që është Shtetet Bashkuara të Amerikës, pse jo, bjerë zot, mirë pa e thelbi, është tipik ashtu malsor, vendor, dhe mua më knoq, me thënë sinqerisht. Kjo dallon prej rajoneve tjera shqiptare. Pavarësisht që ta thuash çdo rajon i ynë i ka goxha do gjona epike dhe tjera do vlera të mira në karakter tyne, mirë po të janë shumë më të veçanta ato, që mua më bën shumë krenar, me thënë sinqerisht. Edhe kur jam në Prishtinë dhe ku do unë jetoj jetën si malsuar. Po dasma gjithashtu kërkon një energji të madhe. Sa e vështirë është kjo që të jesh edhe afër të ftuarve, publikut? Absolutisht se duhet me bë atmosferë, sepse është gazmend, duhet me mbeta i çifti aty mundësisht dhe dhash Zoti martohet veç një herë, edhe kanë qef me ju mbet ajo për gjithmonë një kujtim i bukur. Tashti këngëtari duhet me kap mikrofonin, mos me filozofua, duhet me kënu, me interpretua, me kanë pjesë e atmosferës, me kriju atmosferën vetë, edhe me reflektua pozitivitet aty. Unë për veti gjithmonë jam mundua, me reflektua edhe me kanë i tilë. Tashti, sa jemi tri, ndoshta me mosh kështu, po ja bojmë pak qefin vetit, sa jemi pak, duhet me reflektua mirë, duhet me shprejhat energjin tonë, edhe me reflektua aty të dasmorët, edhe në përgjithësi të atmosfera. është shumë e rëndësi ti jesh pjesë e atij ahengu. E ku ndezet atmosfera më shumë, në Malësi apo në Kosovë? Po ndezet gjithkund, me thonë drejtën, mirë, po janë interesante këto gjëra. Kisha thënë Malësi, ma shumë ndezet atmosfera. Pse? Sepse është një pjesë e Dazmës këtu që me vite ka kalon diçka, sidomos ka fundi i Dazmës, i ruan dhe gjona, i ruan dhe këngët bukura patriotike që të në kërkohen shumë. Janë këngët bukura, këtu kënohet për herojnë barë kombëtar, për hero edhe për vlerat tona lokale, po edhe barë kombëtare. Edhe tash edhe populli ynë e ka mësua që mrenda Dasmës, kur është atmosferë, kur janë gjithë në valle, nuk kërkohet një këngë patriotike, sepse dinë se bjen aty vallja. Atmosfera nuk bjen, por vallja bjen. Edhe ti nuk bën me ndërprej vallen, absolutisht, veç kur jenë koha, janë do minutat pauzës që nuk është që do në muzika me pushua, por do njerëzit pak me folë me zvetit, me qoku noj gote, me cakro noj gotë për hir të asaj familjes edhe çifti i tri që martohet. Edhe natyrisht për fund, gati atje për fund lehen ato këngë patriotike, këtu në Malësi është krijuar disi ai karakter tek Dazma tona, edhe është e bukur ajo, sidomos ka fundi, pak e bën, jo pak po shumë e bën ajo krenaria e rinison, pak edhe shoqënia aty dhe ambienti edhe, janë gjëra të bukura ka fundi kur i këndon ato këngët e bukura për Dëgjon Lulin, për Çudmulin, për Adem Jasharin, për kështu janë shumë të veçanta. Ka ndonjë moment? E veçanta e kësaj është që në Malësia jonë ka qenë gjithmonë në hap me ndodhit edhe ngjarjet e mëdha kombëtare që kanë ndodhur në shqiptari. Edhe luftrave të fundit kombëtare që i kemi pas në Kosovë, në Lugin, për Shevës edhe tek shqiptarët e Iliridës, edhe ato reflektojnë edhe të repertuari ynë, edhe të rinia jonë. Për shembull këtu, unë mbaj mend para se kom dalë në Kosovë, pak para se kom dalë, ishte përfundimi i luftës në Kosovë, erdhi liria e Kosovës, Shqyr Zotit në vitin 99, me njerë ato muajt e parë të lirisë së Kosovës, këtu është këndua për ushtrin çlirimtare të Kosovës, për Adem Jasharin, që mua më jep një krenari shumë të madhe se rinia jonë dhe populli ynë këtu gjithmonë kanë qenë hap me ndodhit e mëdha kombëtare që kanë ndodhur. Bile jo që kanë qenë hap, po ishin një ndër protagonistët e tyne, sidomos diaspora jonë që kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por keni ndonjë moment të paharrueshëm që do e ndani të menesaj përket Dazmave apo të uvimeve familjare, si në Malësi, ashtu në Kosovë apo diasporë? Ka momente gjithnia, po ka edhe gjëra shumë të veçanta. Për shembull, mua më ka ra me kënua në Kosovë tek familjet e dëshmorëve, tek familjet e herojve kombëtar, edhe të luftrave të fundit, edhe me të vërtetë unë ndihesha jashtëzakonisht mirë. Por kjo është edhe rezultati i asaj që unë gjithmonë jam ndije këngëtar mbar kombëtar. Mirë po, është ajo disi ti e një këngëtar i cili vjen prej Malësijet. Edhe ti për shembull ndër gjithë ata artistë që i ka Kosova që janë shumë të që janë jashtëzakonisht mirë,
ti je i përzgjedhur i tyne, në një familje të caktuar që janë të herojve të mëdhej, të vlerave të mëdha kombëtare, ti je i përzgjedhur i tyne e je pikërisht nga malësia, kjo tregon diçka shumë gjana shumë pozitive, shumë të mira, një vlerë jashtëzakonisht madhe që ka populli ynë përgjithësi. Më kujtohet në një dazëm isha në Kosovë, që nuk kishin asnjë lidhje me malësinë, po kishin një lidhje shpirtënore. Natyrisht edhe mashdasht me përsërit disa herë këngën për Det Xholulin, ajo kënga shkodrane Det Xholuli shkon një letër, sepse nuk u mjaftonin vetëm me interpretimin e saj një herë ose dy herë, por edhe një herë më ka lënë jashtëzakonisht përshtypje shumë të mëdha. Më ka kthy ajo familje me kënu disa herë rreshtat këngë, edhe mua me të vërtet më bënte shumë krenar. Por ju si artist, e keni më të vështirë të them për ju, është studioja apo performanca live në Dazma? Tashmë mas disa viteve, ta thosh edhe gati të dekadave karrierë, nuk është e vështirë, por është me rëndësi të kesh emocion. Kur e ke emocionin e duhur në interpretimin e këngës, qoftë në studio, qoftë live, atëherë din që kemi bërë diçka. Është ajo përgjithësia gjithmonë, pavarësisht që ku me ditë sa Dazmën e kam performuar deri tash ose sa koncertin ose mbrëmjen arktuese, por është ajo përgjithësia kur ekziston gjithnjë ajo trema, cilën nuk kam mujt me te i kalu kur. Pa ajo trema sot bazohet në ata që tek përgjithësia jonë, s'munesh krejt me dalë aty thjesht me kënua, po duhet me interpretua. Interpretimi dallon prej veç këndimit, sepse kur interpreton me ndjenja, edhe bëhesh pjesë e asaj performance tënde edhe pjesë e atyne që të dëgjojnë. Interpretimi në studio është i veçantë sepse aty dësh me i dhënë me të vërtet emocion të 100% këngës, çfarë do karakterit ketë kënga. Por e mira e saj është se mundesh me kthye disa herë, me interpretua disa herë. Atër pjesë më të bukura të interpretimit mundesh me gëshetua bashkë. Ndërsa këndimi live, aty s'mundesh me i kthye disa herë, mirë po me përvojë, me vite me përvojë në skenë, ndoshta vjen e përsosesh dhe bëhesh më i mirë, më i përkryer, edhe nuk di. Është emocioni njëjtë, përgjithësi e njëjtë si në studio, si në performance live, qoftë koncert, qoftë mbrëmje arktuese, qoftë Dazmë, s'po di. Atëherë ju vazhdimisht sjellni këngë të reja. Sa e rëndësishme është për ju të sjellni atë risin, por të ruani edhe atë stilin tuaj që ju identifikon? Unë prej fillimit tim është shumë interesant prej fillimit karrierës sime, kur nuk kam pas dëshirë me përpunua këngë të huaja, qoftë edhe këngë popullore. Me përjashtim të programeve festive, ku për shembull viteve të fundit janë kërkuar më tepër edhe ka pas krijimtarinë përgjithësi nga kolegët e mi, potporive, dhe kërkesa e popullit ka qenë këtyne potporive popullore, është ai gërshetim e këngëve që lidhen njëra me tjetrën, edhe kanë dëshirë njerëzit me i populli ose publiku me i dëgjua natët festive. Në si janë natët festive, do ndëlshu aty në i potpori që ka ritmin e mirë, edhe do me uqu, me valzu, me familje, me u kënaqë aty, edhe natyrisht që aty është tjetër muhabet. Aty pse ta marrësh ndonjë këngë për shembull vjetër popullore, ta përpunosh edhe ta orkestrosh me këto ritme moderne, ata për mua bjere zot gjithmonë është në rregull. Mirë po kur kalojmë te krijimtaria jonë personale, tek gjanat që cilat ne incizojmë edhe mbesin tonat, aty unë gjithmonë kam qenë i tharë me kriju gjana plotësisht të reja. Gjithmonë e kam pas mërzi me marrë këngë të huaja edhe me i përpunua, ose nga popujt tjerë, edhe me i përpunua, edhe me mashtrua popullin tonë se janë këngë shqiptare, kur s'kam ba asë gjanësh. Po, ka çka s'ka, bëjnë gjithë, çka ekziston pirateria në çdo lami tjetës, edhe në sjelljet tona personale, le ma në këngë, këto gjana. Ne i takojmë një rajonit ku edhe kojshit tonë i kanë muzikat e tyne popullore, edhe tradicionale, edhe kur mund të tiglojnë, sidomos në rajone ku
ku ka fërkime mes popujve ku janë shumë afër, mund t'i glojnë kajherë si të prafërta, edhe ti ato mund t'i marrësh edhe t'i qepësh me t'ja u bësh një orkestrim tri me këto instrumentet tona popullore dhe ta mashtrosh popullin tonë se janë Shqip, po ata nuk është Shqip. Natyrisht që as ata popuj tjerë nuk mujnë në atë mënyrë me marrë prej neve edhe me i përpunu edhe t'i mashtrojnë popujt e tyne se janë tinguj ose këngë të tyne. Po gjithmonë kam pas dëshirë me bëj gjëra të reja. Bile më kujtohet edhe kur kam pas vështirësina materiale, financiare, sidomos si student, gjithmonë kam pas dëshirë me pas këngë time, me tekst veçantë, me melodi, orkestrime dhe videoklip. Bile edhe gjatë studimeve të mia aty në viteve të para, kam pas këngë edhe videoklipe për menimin tim të mira, ku është investuar shumë mund, shumë energji, edhe sidomos edhe shumë mjete financiare. Gjitha ato të financume prej mejet që është me të vërtet një krenari shumë e madhe. Mua më kujtohet shumë mirë si student në Universitetin e Prishtinës, ju dini se studentët i kanë të vështirësit e tyne financiare kudo. Edhe kur jenë vendlindje lema, kur jeta qonë diku tjetër në një qytet në të cilin nuk je lind, ku nuk e ke familjen afër, ku nuk pret besa dhe ndihma financiare prej tyne, se natyrisht ne dim se prindrit tonë, ndoshta në periudhat caktuara, po ndoshta edhe gjatë gjithë jetës tyne s'kan pas mundësi me na mbështet financiarisht, dëshirë po mundësi jo, edhe është dasht me u gjindë neve që është shumë e mirë, se pavarësohemi në jetën tonë, por unë gjithmonë i kam lënë do mjete ashtu financiare anash, i kam pas ashtu si të shenjta për me i ruajt me investuar në muzikë. Edhe prej 100% krijimtari sime që kam incizuar në studio, gjitha janë këngët e mia, që me të vërtet është për mua një kënaqësi dhe krenari shumë e madhe. Unë e kam performua bashkë në skenë me disa këngëtarë të cilët nuk i quaj këngëtar, po interpretator të këngëve të huaja. Edhe të cilët e kamuflojnë, mundohen me kamuflua ato edhe me i lënë, për shembull, janë do këngë që janë kanë hite para 20-30 viteve, cilët brezat e ritës që janë lindë që i kanë bërë për shembull do vite të caktuara, brezat më të ri nuk i kanë dëgjuar, sepse nuk kanë qenë këtë jetë kur ato këngë kanë qenë aktuale. Janë disa nga kolegët e mi të cilët i marrin edhe dhe me kaq mjeshtrisht i bajnë, i përpunojnë në rastin nuk e shkruajnë aty kush është autori i tyne, kush është interpretuesi i tyne i parë dhe e bajnë një farë mashtrimit momental të krijinia dhe shqyqyr Zotit janë këto rrjete sociale sot ku mundesh me bërë gjithë çka në to. Edhe mundohen ashtu me mashtrua popullin tonë edhe ullet me ty në tavolinë dhe të shetë mend kishe unë e kam krijimtari. Po nuk kiti krijimtari. Krijimtari ka ai i cili ka investuar tonë jetën e tij, në karrierën e tij, sepse shumë kollaj ka qenë edhe është me marrë një këngë të huaj, ose një këngë që ka qenë hit para 30-40 viteve, edhe me përpunua sot edhe me derdhë mend se është këngë e imja, po ajo nuk është e imja, sepse dalin njerëzit janë gjallë, edhe dalin faktet edhe evidenca tjera që tregojnë se nuk është i jotje, edhe kështu. Sikur një shkrimtar i cili lavdrohet me shkrimet e huaja, vetëm ja undron aty këtu pak stilin e tyne, po dihet se nuk është i saj, kështu që edhe këto. Edhe une, derisa të mjep Zoti shnet e vullnet, gjithmonë kam me incizua këngë edhe gjona të reja. Se kam dëshirë që letmetet një ditë sa do kudo një thesar i vogël muzikën tonë të madhe shqiptare. Po, pikërisht doja të ndalësha këtu se muzika sot ka shumë konkurencë, do të thënë sa e vështirë është që të ruhet ai suksesi dhe të mbetesh gjatë pranë publikut. Është e vërtet që ka shumë konkurencë, shqyqyr që kemi konkurencë, sepse kjo na shtyn edhe me punu ma shumë, është ajo ta thuash xhelozi profesionale, që është shumë e shnosh. Edhe kohëve të fundit, viteve të fundit dhe dekadave, kanë dyrë trokitur tek muzika jonë edhe disa zhanre të cilat përpara nuk e kanë karakterizuar muzikën tonë shqiptare, as ato të lehtë, as muzikën popullore ose folklorike. Janë do stile të reja që kanë ardhur tek ne sikur të shumë popull tjerë që tentojnë me zënë hapin e botës moderne, edhe ne shqiptarët kemi pas patjetër nevojë për ato. Edhe ne kemi këngëtar për shembull të hip-hop muzikës që i kanë thyer ma barierët e kufive tonë nacional, janë të njoftun edhe ma gjanë. Edhe
rinia i dëgjon ato, nuk ka diskutim, sepse i kanë ritmet e mira, e donë edhe trendi, e donë edhe mosha me dëgjua, adoleshenca natyrisht edhe tjerat, mirë po është shumë me rëndësi me cek edhe këta, se rinia jonë i dëgjon edhe këngën folklorike tonët, edhe këngë patriotike, po edhe këngë folk tona shqiptare, tradicionale. Pse? Sepse rinia jonë ka nevoj për atë krenari kombëtare me shpreh momentet caktuame, gati njetën e përditshme, e sidomos kur gjindet në diasporë, në mërgat, sepse ato, sa do që ne mundohemi me jetua edhe mundohemi me shku në vendet më moderne, më bashkore, më zhvilluame ekonomikisht, se sa vendet tona ka të shumta natyrisht, janë momentet caktuame që ti nuk e ndihen vetin se i ati i vendit, sidomos ata që linden këtu, shqiptarin tonë. Edhe ato disi të bon tonë jetën ajo nostalgjia për vendet tona. Për ata, rinia jonë ka edhe dëgjon muzikën tonë. Jo veç për ata, po natyrisht edhe për nga kualiteti që i japim ne si krijues ose interpretues të tyne. Edhe për me i dëgjuar rinia jonë sot këngët tona, dhe t'i bash me shumë kujdes të madh. Nuk mundesh veç me shkrua një tekst mrena natës edhe që tash mu ka mua menja, mua jam tekst shkruas, edhe du me ba tekst, ose du me ba melodi, por nëse nuk e ban një profesionist i madh i aty në lamive, atër menimi jem nuk e ba kur gjo. Edhe për ata është me rëndësi shumë me jaservori një projekt shumë modern, një projekt me ritme moderne, me mesazh të bukur, aktual, edhe natyrisht që edhe ata që nuk e dëgjojnë jetën e përditshme muzikën tonë, folk muzikën tonë, është momenti i caktuar tek ata që duan me dëgjua diçka tipike shqiptare, edhe i dëgjojnë, kështu që konkurenca është shumë e mirë, po edhe na shtjen me punua ma mirë. Bjerë Zot, pse jo? Po është sekreti që ju ka mbajtur ka që afër publiku gjithë këtyre viteve, cili do ishte? Unë jam qas publikut edhe kësaj edhe këngës shqiptare për post-krimtarisime që kem pas strategjin time me bashkëpunëtorët e mi, ajo strategji është tregua tek krimtaria ime, tek këngët e mia, tek videoklipet, tek projektet e mia. Mirë po, ajo qasja ime fizike, edhe qasja ime edhe si njeri jetës përditshme, po edhe si këngëtar, aty nuk kom pas asnjë strategji të caktuar. Pse? Unë jam qas mas pari Kosovës prej fillimeve të mia dhe studimeve të mia në Universitetin e Prishtinës, i tillë siç më ka krijuar familja eme, siç më ka krijuar Malësia. Edhe gjitha ato që i kam mësuar në Malësi, që më kanë lindë në Malësi, i kam shpreh ashtu edhe në jetën e përditshme, por edhe me kolegët e mi, edhe me krijuesit e mëdhej të muzikës shqiptare, edhe ai shpirti i vërtet i Malësisë jam munduar me reflektuar gjithmonë kudo që kam qenë trojt shqiptare. Edhe unë mendoj se nuk kam gabuar për këta. Nuk kam gabuar sepse shqiptaria ka nevojë për gjana autoktone që i ka Malësia, por edhe rajonet tjera shqiptare, sidomos ato që kanë met fatkeqësisht jashtë kufive administrativ të shtetit shqiptar dhe të Kosovës, shtetit tonë të ri. Edhe ajo qasja ime e drejt për drejt, me atë shpirtin e vërtet malësor që ma ka dhurua Malësia, unë mendoj se ka qenë sekreti, jo sekreti absolutisht, po mënyra më e mira e mundshme e kontaktit tim me shqiptarin në përgjithësi. Unë edhe në studimet mia, edhe në jetën e përditshme në Prishtinë, ato takimet e mia të para me Prishtinë, nuk jam munduar në asnjë moment më të vogël bila as theksin me ndrua e lema sjelljen teme, po kam shkuar i ktill siç më ka kriju këtu Malësia eme, edhe ata më kanë dashur pikërisht për ata. Kujtohet shumë mirë një herë ish redaktori i muzikës, një njeri i madh që ka pas Prishtina, po Kosova edhe kombi ynë Mehdi Bajri, dritë pas të kom pas mik shumë të mirë. Ishte redaktor të radio televizioni i Kosovës që në atë kohë, sidomos në atë kohë, në mungesën e televizioneve e mediumeve tona shumë, ta si që janë sot, RTK-a ishte nana e baba për krimtari të mirë shqiptare, flasë për këngë tona.
edhe ishte shumë problem me depërtua aty. Po deshti zoti, projekti Konga Kthehunin përgjithësi edhe Konga e videoklipi, mi hapi dyert ashtunat Medium, që ishte kryesori. Jo vetëm në Kosovë, po lirisht të them Barë Shqiptari, për kongë tona edhe pikrisht ai redaktori Mehdi Bajri, mua ma dha të shansin për me u prezentua aty të kyjet e mdha që kishte Shqiptaria jona së kohë. Edhe për të këja ja nisi me transmitua së kohë Kongën Kthehuni, po pasandej unë rrisha shpeshe takojsha Mehdin. Mehdia ishte njëri i madhe, kishte origjinën nga Kelmendi, këtu nga Malësia jonë, Malësia e madhe, edhe i donte malësorët shumë. Edhe unë, atë fillimet e para në Universitetin e Prishtinës, ishte njëri i madhe, unë isha djalëri 23-4 vjeçar, edhe din ashtu edhe instinktivisht mundojsha me fol gjuhën letrare me to. Edhe i thëmë, diçka Rallafi, diçka aty edhe, e kam bërë, thash Mehdi, qabre e kam bërë, ma bonaj. A e thua, tha, ti ashtu në Malësi. Si e thua në Malësi, tha këta. Jo, në Malësi, tha, me kam ba, pa e kam ba, tha thuaj. Edhe ta njëtën keme ma thonë kështu, a e marrë vesh. Po Mehdi ekziston gjua vlerë, ti gjua ajo është vlerë, ka diskutim, thot, po duhet të më flasësh si malësor, thot, edhe si malësor të kom pranua e këtu, tha, një këtë radio televizionin e Kosovës, nuk e harroj kur. Kur nuk e kom hek prej mendjet atë këshillën e ti, nuk ishte puna aje, tha, atë fjalë veç aty konkretisht, mirë pa ajo kishte një domethënie shumë të madhe. Po, cila këngë nga repertori juaj ju ka, të them, ju prek më shumë personalisht? Ka shumë prej tyne, me të vërtet, se ka shumë prej këngëve të mia që i kemi krijuar që kanë të bëjnë edhe me jetën time personale, edhe me emocionet e mia, natyrisht lidhun me malësinë e knej, po unë e përmenda Kongën Kthehuni ma herët edhe Konga Kthehuni është ajo që ka qenë deri më tash kulmi në karrierën time. Pse thom kulmi, se ai Konga Kthehuni u bë hit sidomos në Kosovë, kur unë isha në fillimet e vitit të dytë të fakultetit filologjik ku studioja në Prishtinë, edhe isha student i Universitetit Prishtinës, edhe ashtu e dëgjojsha gjithku në për rrugët e Prishtinës, edhe në për veturat, unë isha aty ecë me ata libra ndorë me kolegët e ti mi të fakultetit dhe ishte një emocion jashtëzakonisht i madh. Pa ajo u bë, pat një sukses shumë të madh dhe disi, ajo konga ishte e para me cilin jam paraqit unë atëherë në Kosovë si këngëtar, totalisht anonim për Kosovën në atë periudhë, edhe me të parën, me atë kongë, unë e depërtova atje dhe mu hapën tonë dyert e mundshme për me vazhdua me muzikën tonë. Edhe aja është konga si një lloj letër njoftimi lirisht mund e me thonë për mua. Dini që janë shumë gjana emocionale aty të lidhuna të mia personale me atë kongë, me të vërtet. Edhe sot e performoj nuk ka dasma o tjetër, nuk mundesh me hap dasmën me Kthehuni mirë, po koncertet ose çfarë do kjo fshin karakterit epik, po edhe karakterit tjetër. More edhe kur kënoj, për shembull, kohëve të fundit po bëhen shumë organizime për 8 mars që është dita e grave, e natyrisht aty janë krejt publiku gjinisë femnore, me atë kongë e hapi çdo koncert, çdo mbrëmje argëtuese. Filloj me ato, masa ndaj vazhdoj me gjona tjera. Ajo është konga jeme për mendimin tim më e përkryera. Po, dyshim aty. Po, nëse do ta nisni të karrierën sot nga fillimi, është diçka që do bëni të ndryshe? Jo. Veç disa ndoshta nga realizimet në studio, disa kongëve të mia që i kam krijuar deri tash, ndoshta i kisha orkestruar ndryshe, për ndryshe jo. Ishte shumë të bukura gjitha ato. Nga fillimet e mia në vitin 1997, si antar i shoqërisë kulturore artistike Besa, që gjithmonë e kam ndije vetin si antar i saj, edhe sot, pavarësisht që unë ka kohë gjatë që nuk performoj për atë shoqat, mirë po ajo shoqat ma ka dhënë mundësinë për me dalë për herë të parë para publikut drejt për drejt, edhe në vitin 1997 kam dalë për herë të parë si solo këngëtar dhe instrumentist në atë shoqni. Janë emocione jashtëzakonisht bukura. Hala i kam ato inqizime, shqyr Zotit
nuk ka ekzistuar tër TV Bojini, por ka qenë produksioni, videoproduksioni Bojin me Tom Bojin e ndjerë që kom pas mik shumë të madh. Edhe fal ti, edhe fal ati ekipit ti në përgjithësi ekzistojnë ato incizime, që janë një thesar për mua shumë i madh. Po në atë vite kam incizuar këngën time të parë, këtu në studio në Nikollës Nikprelaj në Tuzë, edhe masandej në atë vite kom përfundu edhe albumin tim të parë, mandej kom vazhdu me albumin tim të dytë në vitin 2000, edhe kështu me radhë, as një hap më të vogël nuk e kisha ndryshua prej karierës sime, prej fillimit të këndej. Për po se thash edhe njerë, ndoshta në realizim në studio e kisha bën ndryshe në orkestrim. Por për emenimin tem, aso kohë ishin studio profesionale, që dalojnë shumë normalisht me studio tonat sotme se ka avansuar shumë teknika në përgjithësi. Për pos aty në ndryshime, kur gjatë tjetër s'kisha ndrua, me thonë sinqerisht. Po saj për këtë bashkëpunimeve, është ndonjë bashkëpunim që do dëshironi të realizonit në të ardhmen? Ka shumë, sepse unë shumë i dua kolegët e mi edhe i respektoj shumë. Që nga krijuesit e këngëve, që më ka me të marak, janë disa krijues që më ka me të marak se s'kam kriju hala me ta, po zot shnosh, nuk i dihet, por sidomos edhe duetet me këngëtare tona të mëdha. Unë kam disa duete me këngëtar, me kolegët mi edhe nga Kosova për nga Malësia, por janë gjithmonë atë që të meten marak. Si s'bona duet me këto, si s'bona po, zot shnosh, hala nuk i dihet. Po. Mirë dhe për fund mund të zbulojmë ndoshta diçka ekskluzivisht për planet e juaja për të ardhmen, me qenë se jemi edhe para sezonit veror, ku do jeni më së shumti, çfarë është në plan? Sezonin e verës jam në për performanca ndryshme, kryesisht në gëzime familjare, po aty këtu edhe noi mbrami arktuese, dini si këto trojet tona, kjo shqiptaria jonë verës lullëzon. Le që lullëzon natyra në përgjithësi, edhe është ajo dinamika e jetës shumë e shpejt, edhe ato si vera, stina e verës, kur gjithë shka është e gjallë, sen po na vinë edhe lullet e diasporës këtu në trojet tona, prej Malësis, fillor prej Malësis son që na e zbukurojnë këtë vend, me tonë sinqerisht motrat e vllazrit tonë që i kemi në mërgatë, në diasporë, pa ashtu është edhe Kosova, ashtu është edhe Shqiptaria. Edhe gjithë është ajo nevoja e madhe e tyne edhe popullit tonë për me u arktua, sidomos në stinën e verës, edhe unë do t'jam qysh tash e kam kogja agendën e ngjeshun mirë, po unë e kam menua se në fakt plan e kam, tash nuk e di ako me mujtë me realizua se është kohë kogja e shkurt, deri në stinën e verës, deri në sezonin ashtu tipik të punës, por unë e kam menua se ndoshta do ta realizoj edhe një projekt tim të ri, një këngë të re me videoklip, por nëse rastësisht nuk arri, atër do t'jetë me njerë mas stinës e verës. Dërsa planeve tjera nuk ju dijen. Të ne këngëtarët shumë shpesh vinë gjonat spontane, rrinë me një krijues, si kjesh shok, miq, edhe gati po thuaj se për çdo ditë rrinë me ta edhe adin të ofrohet ashtu një këngë, ose i thuaj çka do më bë diçka të re, kështu edhe kështu vazhdojmë bashkëpunimet. O zot shnosh, unë nuk do të nalem. Veç ndash zoti, se tjera gjonat do të shkojnë dal ka dal. Mirë, dhe nëse keni diçka tjetër, ndoshta ndonjë mesazh ta përcjellni tek shikuesit e televizionit Bojin për gjithë ata që duan këngën tuaj, për gjithë ata që ju përcjellin gjithë këtë kohë. Mbas pari me urua televizionit ton kombëtar, televizionit shqiptar, vetmi që i kemi këtu në Malëzi, kjo është i vetmi televizionit cili prej fillimit deri në fund e ka pas dhe ka transmetimet shqip. Edhe me përjashtim të lerave ndërkombëtare të muzikës huaj natyrisht që kemi nevojë edhe ne si rajon edhe Shqiptaria në përgjithësi, por është një krenari shumë e madhe e jona. Edhin kanë kaluar vite e vite që ky televizion këtu jep vlera që reflekton Shqipën tona në jetën e përditshme. Shqyqyrë Zotit ma merë në Prishtinë dhe unë shpesh e përcjeli. I përcjeli ato emisionet e bukura, sidomos për fëmijë, që prej fëmijët kopshtit edhe kënej që këta engjujt tonë që rritën këtë tokën tonë këtu të shajtë dhe me të vërtet e përcjeli me emocionet të mëdha, jo që jam shumë largë, se Prishtina këtu në prag derës, me gjitha ata kur nuk je për çdo ditë këtu afër prindërve,
edhe afër familjes së ngushtë dhe vendit që e don mas shumtit në botë, ke do emocione, a dinë edhe i përcjellet TV Bojini na lidh me vendlindje shumë, me jurua mbi të gjitha suksese të mëdha të televizionit ton, ndërsa shqiptarëve tonë, malësisë son, ja urua tonë të mirat e mundshme, ç'a me thonë. Le të mbeten këta që janë edhe kur s'kan me gabuar, veç dhe të mbeten ashtu malësor tipik si që ka falë ky vend. Atje më mbetet ju falenderoj shumë për kohën dhe për këtë bisedë shumë të këndshme. Ju uroj shumë suksese në projektet tuaja të ardhshme, por gjithku ku të jeni pranë publikut. Ishte me të vërtet mesi. Faleminderit ty Lindita, faleminderit Marku Tujka atje pas kamerave, edhe një përshëndetje shumë e madhe për gjithë dëgjuesit e shikuesit e këtij emisioni. Shikues të nderuar, shpresoj se keni shijuar këtë bisedë parë sa ne, më mbetet ju falenderoj për vëmendjen dhe tani ju ftojmë të ndjekni projektin më të ri të Malsor Prenkoçaj titulluar Syni i Zi.